Një aplikacion i ri synon ta bëjë më të thjeshtë dhe më të organizuar dhurimin e gjakut në Shqipëri. Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut ka prezantuar Unë dhuroj, një platformë digjitale dedikuar për të gjithë ata që duan të kontribuojnë si dhurues vullnetar. Aplikacioni ofron informacion të detajuar për të gjitha pikat ku mund të dhurohet gjak në vend për grupet e gjakut dhe analizat e nevojshme. Sipas doktoresh Viola Shano, kjo risi do të ndihmojë dhuruesit të kenë akses të shpejtë në çdo informacion që u duhet, por dhe të orientohen më lehtë kur një i afërm ka nevojë për gjak. Përmes të dhënave në database do të bëhet një vlerësim metabolik dhe kardiovaskular për dhuruesit, ndërsa përgjigjet do të dërgohen me email. Kjo do të shërbejë si një formë parandalimi për rrezikët e mundshme shëndetësore. Kam kënaqësinë të prezantoj sot një aplikacion të ri që vjen në ndihmë për të gjithë dhuruesit e gjakut për të marrë një informacion për sa i përket të gjitha pikave ku mund të dhurohet gjak në të gjithë Shqipërinë, gjithashtu për informacione bazë në lidhje me dhurimet e gjakut, me grupet apo me nevojat që mund të ketë një afërm i tyre. Ky aplikacion që do të prezantohet sot ka të bëjë me një risi për sa i përket analizave të dhuruesve të gjakut, ku ne, në bazë të dhënave që do të kemi nga database, do të bëjmë një vlerësim metabolik dhe kardiovaskular, ku përgjigjet e tyre do të dërgohen me email te secili dhurues në mënyrë që të kemi një parandalim për këto rrezikë që mund të paraqiten. Aplikacioni vjen në kuadër të projektit Ripresa, së bashku me Qendrën Kombëtare të Transfuzionit të Gjakut dhe organizatën e dhuruesve vullnetarë të gjakut. Aplikacioni vjen në kuadër të projektit Ripresa në bashkëpunim me organizatën e dhuruesve vullnetarë të gjakut dhe synon të rrisë ndërgjegjësimin dhe numrin e dhurimeve në vend. Edhe kryeministri Edi Rama reagoi në Facebook ku shpjegoi se si platforma ofron informacione të plota, duke mbështetur rritjen e dhurimit vullnetar në Shqipëri. Qendra Kombëtare e Transfuzionit të Gjakut ka lançuar një platformë të re digjitale, aplikacionin Unë dhuroj, dedikuar dhuruesve të gjakut, ku ofrohen informacione dhe të dhëna të plota mbi pikat e dhurimit, grupet e gjakut dhe analizat e nevojshme, duke mbështetur në këtë mënyrë rritjen e dhurimit vullnetar në vend.